në sipërfaqësi është shumë ma pozitiv se sa kem përjetu 20 vite mas lufte. Tash pyetet ti veten, 2050, ku du me pa une Kosovën? Ku du me pa une gjeneratën e re? Ku du me pa une fëmijët e mi? Ku du me pa une vetveten? 2050 kom qef Kosova me u ndërtu në integritet, në sovranitet, e mu konë në gjendje me krahasu me shtete tjera shumë ma të avancum se rrethin tonë në Ballkan. Zhvillimi e avancimi është i kadalshëm, se është shumë ma zërë se mu vjedh. Më shku mbrapa është shumë ma lehtë se më shku përpara. Është normal që vanon, është normal që na duket neve si popullat ka dale. Po kur të krahasojsh me shumë sene të vogla, për shembull, parën e fëmijëve ose tatimet e tokës, e di që ju e konsideroni ose shumica për juve tatimin e tokës e konsideroni diçka si negativ, por për afatgjat është shumë pozitiv, se asnjë shtet nuk rënon pej uje, pej ajrit, po duhet më marr tatime për me ndërtu shtetin, është normal. Unë merrna me këtë pyetje rreth identitetit të Kosovës. Të interesoft? Hajde njekom.